Ka një deklaratë e Edi Ramës i cili thotë Rusia nuk është në gjendje të sulmojë Europën. Në fakt është një deklaratë e cila nëse do ishte bërë nga një udhëheqës i cili ka zënë Europë, pra do të ishte pjesë e Bashkimit Evropian, do cilësoj me njëherë si putinist, si një njeri i cili përkrah Putinin dhe përpiqet që të zhvlerësoj linjën politike të Bashkimit Evropian. Por unë mendoj që është ndër deklaratat më të ftohta dhe më jo emocionale që ka bërë ndonjëherë Edi Rama, për sa i përket politikës ndërkombëtare, sidomos politikës ndaj Ukrainës. Edi Rama është treguar shumë i kujdesshëm, e ka përkrahur me fjalë Zelenskin, por njëkohësisht duke qenë i vetëdijshëm që përfaqëson një vend të vogël, nuk është treguar entuziast në zbrazjen e arkës së shtetit për t'ia dhënë si ndihmë Zelenskit, aq më tepër që kohët e fundit dëshmit janë që ka një abuzim të madh në fondet e luftës, 48 miliard dollar amerikanët nuk dinë se ku ju kanë shkuar. Edi Rama padyshim që ka qenë një përkrahës i Zelenskit, i Ukrainës në mbrojtjen e saj ndaj agresionit rus, por njëkohësisht ka qenë edhe shumë i kujdesshëm për mos ta tejkaluar në praktik këtë mbrojtje. S'ka bërë asnjëherë thirrje që vullnetarë shqiptar të shkojnë në Ukrainë apo që të jap fonde përveç 1 milion euro që dha në fillim të luftës, që dhe atë nuk e dia e ka çuar apo nuk e ka çuar. Duhet thënë që mbajtja e një qëndrimi të tillë në ndryshim nga thënjet e kokave të nxehta të Bashkimit Evropian është një lloj maturie shumë e mirë diplomatike. Në fakt, Rusia nuk ka kapacitetet ushtarake, ekonomike dhe njerëzore që të shkojë përtej Ukrainës, për vetë faktin sepse është një vend i te i madh, më i madh se sa duhet, është i nënpopulluar, mos harrojmë që për 17 milion 17 milion kilometra katror ka vetëm një popullsi për 124 milionësh. Është një vend i cili tregoi që në një farë mënyrë ekonomia e tij mund të mbajë peshën deri te lufta në Ukrainë, po jo më gjatë. Dhe ndërkohë në krahun tjetër është Bashkimi Evropian ku të paktën 4 prej vendeve të tij, Italia, Gjermania, Franca dhe Anglia, shpenzojnë po aq sa shpenzonte Rusia përpara lufte. Pa llogaritur këtu pastaj potenciali njerëzor ku Bashkimi Evropian ka një popullsi prej 440 milion banorësh në krahasim me Rusin, pra e ka një popullsi 3 herë më të madhe. Ka një ekonomi e cila është një ekonomi pavarësisht probleme që ka, po është një ekonomi ku hynte vendet super të zhvilluara. Dhe këtu pastaj nuk po llogaris Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që si pjesë e NATO-s janë të detyruara ta mbrojnë Europën perëndimore, por edhe në mos e mbrojtjen ato, Europa perëndimore ja del vetë që të mbrohet. Kështu që kjo deklarate e Ramës, nëse këta që flin të luftës do ta cilësonin si putiniane, për mendimin tim është një ndër deklaratat më të ftohta dhe më realiste për sa i përket rrezikut të një lufte, çka do të na shtynte në rritjen e buxheteve dhe në një kohë krize i bie që t'ia hiqte arsimit të shëndetësisë ose infrastrukturës. Gjë që sidomos për një vend si neve nuk ja ka fare ngjen, sepse jemi një vend që kemi probleme të mëdha pikërisht me këto 2 fusha ku kërkohet që të hiqet buxheti dhe t'i kalohet ushtrisë. Besoj që edhe vetë vendet europiane dikur do bëhen nesër, unë shpresoj që presidenti Trump t'ia dali dhe ta mbylli këtë luftë, e cila po ha miliona jetë europianësh, sepse mos harrojmë që Europa shtrihet deri në Urale, paktën Europa gjeografike, dhe në një farë mënyre dhe ukrainësit dhe rusët janë pjesë e kësaj Europe, dhe është një luftë ku as Putini nuk ka çuar kalamajt e vet dhe as Zelenski s'ka çuar kalamajt e vet, është një luftë ku
vritën djemt e popullit, luftë të cilën shpresoj të shikoj sa më shpejt në fundin e saj. Personalisht kam qenë gjithmonë i ekuilibruar për sa i përket gjykimit të kësaj luftes, kam hyrë as tek ata që thonë që populli rus u çua në luftë, në demonstrata kundër Putinit, e dëngla të tilla të propagandës, të mainstreamit. Nuk kam qenë për atyre që kam thënë që po është e besueshme që ushtarët rusë mbas 6 muaj po sulmojnë me hunja dhe me kuaj, dhe që po heqin programatorët e lavatrisheve sepse s'kan procesor për raketat. Edhe tjera budallë që të cilat i votuan gazeta kryesore. Të paktën për fat edhe Edi Rama nuk ka lëshuar deklarata të tilla, po ka qenë shumë me këmbë në tokë. Si gjithmonë në fund, ju rikujtoj të bijeni pjesë a kanaleve tona në YouTube, Dritare TV dhe të kanalit Rudina Xhunga. Faleminderit.